Bismillahirrahmanirrahim. Mbi bamirësinë dhe kujdesin ndaj familjes. Bëju mirë prindërve tu dhe ruaju nga sjellja jo korrekte ndaj tyre. Vizitoje farafisin tënd dhe kujdesu për ta. E kurse si mos i le pasdore. Sillu mirë dhe bukur me jetimin, gostite ata. Sillu bukur ndaj fëmijëve tuaj. Mos u sjell kurfar dëmi. Kurse mbaje me durim nëse të ndodh diçka e keqe nga ai. Më shpesh vizitoj fetarët, mu'minunët dhe vëllezërit tjerë që i ke dashur në emër të Allahut. Kujdesu që dashuria jote dhe urrejtja të jetë për Zotin. Pra, të urresh atë që Zoti e ka ndaluar, ta duash atë që Zoti ka lejuar, sepse ajo është një ndër shenjat më të forta të besimit. Qëndro me shok besimtar të përshtatshëm që kanë frikë Zotin, që janë të ndershëm, ruaj nga shoqëria e keqe. Mos qëndro me lajkatarë dhe mos i dëgjo rrallat, rrëfimet e tyre. Mbjell pemë të cilat prodhojnë kështu që të kesh dobi ti dhe të tjerët, sepse mbjellja e pemëve është mirësi e madhe. Nëse dikujt i dhuron diçka, mos kërko që ta kthej atë. Ngutu në plotësimin e nevojave të muslimanëve dhe mundohu ti gëzosh. Gëzoj fëmijët, gëzoj të moshuarit, shpërndaj butësirësie, jep me dorën tënde dhurata, sadaka, bëj veprat që janë bamirëse dhe të mira. Fali namazin, pas faljes së namazit, qëndroj stoik i qëndrueshëm pra punës që ti bën me ndershmëri dhe nga të mirat e tua materiale ndaje një pjesë pra për të varfrin, për studentin, për atë që është në rrugën e Zotit dhe mbështete të mirën edhe me vepra, sepse dhe Zoti na lajmëron në Kur'an dhe thot: ata që bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashura tek. Andaj Allahu i don bamirësit, ata të cilët bëjnë mirë, Allahu shumë vishon bamirësi. Dhe le ta dinë bërësit e mirësisë se do të kenë shpëtim në këtë botë dhe në botën tjetër.